Një tërmet me magnitudë 2,4 ballë goditi pranë bashkisë së Gjirokastrës. CEPO, qarku i Gjirokastrës, Shqipëria e Jugut, Shqipëri. Sot më 04 maj 2026 në orën 23:21 me orën lokale. Ose më 04 maj 2026 në orën 21:08 UTC. Siç është raportuar nga MSC në faqen e saj të internetit. Tërmeti është lokalizuar në një thellësi të cekët prej 15:09 sipërfaqe. Në koordinatat gjërësi gjeografike 20,081 dhe gjatësi 19,959. Magnituda e saktë. Epicendra dhe thellësia e tërmetit mund të rishikohen brenda orëve ose minutave të ardhshme ndërsa sismologët shqyrtojnë të dhënat dhe përsosin llogaritjet e tyre, ose ndërsa agjencitë e tjera lëshojnë raportin e tyre. Qytetet ose qytetet pranë epicendrës përfshijnë Gjirokastër, qarku i Gjirokastrës, Shqipëria Jugore, që ndodhet 15 ose rreth 9,32 milje nga epicendra. Gjirokastër, qarku i Gjirokastrës, ndodhet 15 ose rreth 9,32 milje larg. Himarë, qarku i Vlorës, rreth 11. Shqipëria Tetë Jugore 1, rreth 1. Shqipëria Larg, Kurvelesh, qarku i Gjirokastrës, ndodhet 18 ose rreth 11 milje larg. Masa e rekomanduar e veprimit është të jesh vigjilent për pasgoditjet e mundshme që mund të ndodhin. Parashikimi i motit për zonën afër epicendrës sot pritet të jetë me vranësira të pjesshme gjatë gjithë ditës. Era me shpejtësi deri në 1 nga drejtimi lindor-veri-lindor. Le të lutemi që ky tërmet të mos ketë ndikim të madh tek vëllezërit dhe motrat tona atje dhe të mos ketë më tërmete. Amen.